Njoftim zyrtar për aplikantët e vizave emigruese amerikane. Sipas njoftimit zyrtar të publikuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan në faqen e tyre të vizave, nga data 21 janar 2026 do të pezullohet përkohësisht lëshimi i vizave emigrante për qytetarët e 75 vendeve të identifikuara si me rrezik të lartë përdorimit të ndihmave publike public benefits. Kjo masë bëhet si pjesë e rivlerësimit të politikave për të siguruar që emigrantët e ardhshëm të jenë ekonomikisht të pavarur dhe të mos mbështeten në ndihma sociale në Shtetet e Bashkuara. Data e hyrjes në fuqi: 21 janar 2026, pezullimi hyri në fuqi dhe do të zbatohet përkohësisht indefinimisht derisa Departamenti i Shtetit të përfundojë rishikimin. Çfarë duhet të dini si aplikant? Kontaktoni konsulatën ambasadën ku e keni rastin, për shembull US Embassy Tirana ose konsulata lokale. Shqyrtoni statusin e aplikimit tuaj online në sistemet e Department of State si SA. Mos anuloni planet pa konfirmim zyrtar specifik për rastin tuaj. Nëse keni shtetësi të dyfish, kontrolloni mundësinë e aplikimit me pasaport nga vendi i dytë nëse ai nuk është në listë. Masat për çdo aplikues. Pezullimi prek vetëm vizat emigrante, pra llotaria, bashkimet familjare dhe punësime emigrante do të jenë në pritje ndërsa rishikimi vazhdon. Visa e punës jo emigrante, si HNB, LNJ, nuk janë pjesë e këtij pezullimi. Vizitat turistike dhe studentore vazhdojnë normalisht pasi nuk janë pjesë e kësaj mase. Çfarë është duke ndodhur? Pezullimi prek vetëm vizat emigrante, përfshirë bashkimet familjare, punësime emigrante, llotarinë e emigracionit dhe nuk ndikon në vizat jo emigrante si turistike, BNB2, studentore apo vizat e punës përkohshme. Aplikimet dhe intervistat mund të vazhdojnë normalisht, por nuk do të lëshohen viza emigrante për qytetarët e këtyre vendeve gjatë periudhës së pezullimit. Vizat emigrante që janë tashmë lëshuar dhe ende vlen nuk janë refuzuar apo revokuar. Masa prek rishikimin e lëshimit të vizave të reja. Përjashtime mund të zbatohen për persona që kanë shtetësi të dyfish dhe aplikojnë me pasaport nga një vend që nuk është në listë. Ja lista e 75 vendeve të rreprekura: Afganistan, Shqipëri, Algjeri, Antigua dhe Barbuda, Armeni, Azerbajxhan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorusi, Belize, Butan, Bosnjë dhe Hercegovinë, Brazil, Birmani, Myanmar, Kambogjia, Kamerun, Kepi i Gjelbër, Kolumbi, Bregu i Fildish, Kubë, Republika Demokratike e Kongos, Dominik, Egjipt, Eritre, Etiopi, Fiji, Gambia, Gjeorgji, Gan, Grenadë, Guatemala, Guine, Haiti, Iran, Irak, Jamaikë, Jordani, Kazakistan, Kosovë, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberi, Libi, Moldavi, Mongoli, Mali, Marok, Nepal, Nikaragua, Nigeri, Maqedonia e Veriut, Pakistan, Republika e Kongos, Rusi, Ruand, Shën Kitts dhe Nevis, Shën Lucia, Shën Vincent dhe Grenadinat, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudani i Jugut, Sudan, Siri, Tanzani, Tajland, Togo, Tunizi, Ugandë, Uruguay, Uzbekistan, Yemen. Sipas raporteve të shtypit ndërkombëtar, masa është pjesë e një politikat më të gjera të imigracionit për të adresuar shqetësimet ndaj përdorimit të ndihmave publike nga emigrantët, një term ligjor i njohur si public charge, dhe ndjek një udhëzim të brendshëm të fundit të Departamentit të Shtetit. Ky lajm është tashmë zyrtarisht i konfirmuar nga autoritetet amerikane dhe nuk bëhet fjalë për thashëtheme apo spekulime mediatike. Megjithatë, është e rëndësishme të sqarohet se nuk kemi të bëjmë me refuzim masiv apo anulim vizash, por me një pezullim të përkohshëm të lëshimit të vizave emigrante, në kuadër të një rishikimi të politikave të imigracionit nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Masa prek vetëm kategoritë e vizave emigrante, si bashkimet familjare, punësimet emigrante dhe llotaria amerikane, ndërsa vizat jo emigrante, turistike, studentore, vizat e punës së përkohshme vazhdojnë normalisht dhe nuk janë pjesë e këtij pezullimi. Aplikimet dhe intervistat mund të vazhdojnë, por lëshimi i vizave të reja do të mbetet në pritje deri në një njoftim të dytë. Aplikantët duhet të tregojnë qetësi, të informohen vetëm nga burime zyrtare, të ndjekin statusin e tyre në sistemet përkatëse dhe të mos marrin vendime të nxituara apo të anulojnë plane pa konfirmim të drejtpërdrejtë për rastin e tyre. Ky është një zhvillim administrativ dhe politik, jo një vendim individual ndaj aplikantëve, dhe situata mund të ndryshojë në çdo moment pas përfundimit të rishikimit institucional.